Kapitulli 14. Atëherë Herod tetrarku dëgjoi për Jezuin dhe u tha shërbëtorëve të vet: Ky është Gjon Pagëzori. Ai është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqi në të. Në të vërtetë Herodi e kishte kapur Gjonin, e kishte lidhur dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të vet, sepse Gjoni i kishte thënë: Nuk të lejohet ta marrësh për grua. Herodi donte ta vriste, por kishte frikë nga populli që e mbante Gjonin për profet. Por kur festohej ditëlindja e Herodit, vajza e Herodiadës kërceu para të ftuarve dhe i pëlqeu Herodit, aq shumë sa i premtoi me betim t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo e shtyr nga ema tha: Më jep këtu në një pjatë kokën e Gjon Pagëzorit. Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve urdhëroi që t'ia japin. Ai dërgoi dikë që i preu kokën Gjonit në burg. Kokën e tij e sollën në një pjatë, ia dhan vajzës dhe ajo ia çoi së ëmës. Pastaj erdhën dishepujt e Gjonit, e morën trupin, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezuit. Kur i dëgjoi këtë, Jezui u largua që andej me varkë dhe u tërhoq më njanë në një vend të shkret. Por turmat, kur e morën vesh, i shkuan pas më këm nga qytetet. Si arriti në breg, ai pa një turm të madhe, e cila i udhims dhe shëroi të sëmurët e tyre. Në mbrëmje erdhën dishepujt e i thanë: Ky vend është i shkret dhe tashmë është bërë vonë. Lëri turmat të shkojnë nëpër fshatra të blejnë ushqim. Jezui u tha: Nuk është nevoja të shkojnë. Jepuni ju të hanë. Ata i thanë: Ne kemi vetëm 5 buke, 2 peshq me vete. Jezui tha: Mi sillni këtu. Pastaj, si urdhëroi turmat të uleshin në bar, mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukën, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e u ngopën. Me copat e bukës që tepruan, u mbushën plot 12 shporta. Ata që hëngrën ishin rreth 5.000 burra, përveç grave dhe fëmijëve. Pastaj Jezui u dha urdhër dishepujve të hipnin në vark e të shkonin përpara tij në bregun tjetër, derisa ai të shpërndante turmat. Pasi shpërndau turmat, u ngjiti vetëm në mal për të lutur. Në mbrëmje, ai ishte ende aty i vetëm, ndërsa varka ishte tashmë shumë larg bregut dhe rrihej prej dallgëve sepse era ishte kundër. Në aghim, Jezui erdhi tek ata duke ecur mbi liqen. Po kur e pan dishepujt duke ecur mbi liqen, u tmerruan e thanë: Është fantazëm. Dhe bërtitën nga frika. Por menjëherë Jezui u tha: Merrni zemër. Jam unë. Mos keni frikë. Pietri u përgjigj: Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujë. Jezui i tha: Eja. Pietri zbriti nga varka, eci mbi ujë dhe shkoi te Jezui. Po kur pa erën e fortë, u tremb dhe teksa filloi të fundosej, bërtiti: Zot, më shpëto! Jezui menjëherë zgjati dorën, e kapi dhe i tha: Përse dyshove, njeri besim pakët? Dhe kur ata hipën në vark, era pushoi. Ata që gjendeshin në vark i ranë gjunjë dhe i thanë: Ti je me të vërtet biri i Perëndis. Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit. Kur e njohën, njerëzit e atij vendi shuan fjalë në të gjithë krahinën përreth. I sollën të gjithë të smurët dhe ju lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e mantelit. Kështu, ata që e prekën u shëruan.